Tani, nëse do t'ishte dhënë mundësia të ulesh në një tavolinë me babain tënd, që ti the nuk e kam patur raportin kurrë, çfarë do t'i kishe thënë? Ai nuk ka qenë njeri negativ. Ai ka qenë pozitiv, por pija ka qenë alkolist. Po, kur them alkolist, jo një gotë e dy, po tepër, që nuk dinte ma ku ishte, kush ishte, s'dinte ma qash familja, ma i men disa sekuenca kur isha e vogël, nosha kam pa dhe horror në shtëpi, kam pa gjana jo të bukura. Do t'i thosha pse nuk menove edhe për ne, për veten tane, se ai ka pas një vdekje shumë tragjike, dhe më thanë fundin e pati shumë të keq, nga pija. Se di, Çfarë marrëdhënie ke me Blertën? të mrekullueshme. Blerta dhe nuk e ka njoft atë. Blerta ka qenë 2 vjeçe kur u ba divorci, kurse unë i kam pa gjanat ma ndryshe. Blerta nuk e ka njoft edhe nuk ashtë e ftoft nga kjo anë. Jeni motra për motrën? Shumë. Jashtë mase. Mami thot, qa bani për njëna tjetrën ju, kam pa motra, ma ju të dyja, sidomos unë e madhja. A mendon që ti i ke dal hakut nënës tënde? Jo, asnjëherë nuk i delet hakut nënës. Për çfarë dhimbset Absolutisht. mami më shumë? Që e kam ba me derdh lot njëherë. I kërkoj falje dhe publikisht ka pas sot. E mendoj që ajo ka pas shumë të drejtë. Mendoj momentet kur u rritën pa bab dhe rriteshin vetëm me rrogën e asaj. Dhe shumë herë e hiqte thelën e mishit, bante ç'bante mishin e siguronte gjithmonë ta kishim shtëpi, të paktën një herë në ditë. Dhe e hiqte thelën e mishit dhe na jepte ne për ne ishim të vogla dhe unë se kuptosha pse e ban këtë gjest. Edhe e pyetja mami pse nuk e han, jo se m'ban keq për yndyrat në gjak, për kolesterolin, për këtë, kur të njëjtën kohë sot e kuptoj se pse e ka ba, sepse u bana nan vetë dhe kam bat njëjtin gjest edhe unë me djalin tim.